Përshëndetje miq, ja ku takon prap. Tash dhe sot si themi diçka tjetër eci gazmore prap në anekdotë. U nis aeroplani për të vajt në Amerikë. Dhe gjatë fluturimit përsoi një defekt dhe ra në një ishull që jetonin njerëzit kanibalët. Ata të kohës qemës kur i themi neve. Edhe në aeroplan, si shpërtheu aeroplani, shpëtuan vetëm 3 veta. Shpëtuan 2 burra dhe një grua. Kjo grua ishte grua e moshuar, ke 80-at. Si që kapën ata, i arrestuan, i kapën, i morën, i vunë aty përpara kryetarit fisit. Dhe ata kishin rregullat e tyre dhe thanë, përpara se t'ju vrasim, ose t'ju ham, se ishin kanibal, do kaloni në 3 prova. Në 3 provat forta. Okej. Prova parë tha, eshta do t'ju rrafi ky gjelati me 40 kamzhi. Bam, 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 bam. U hodh ky quni. Po dhe kjo plaka e? Ku do nga mzhikun kjo? Me dhe e gojën t'i tha. Nana jote shë? Plaka jote shë? E me dhe gojën. E mirë dhe këtë. E marrën të parën, fillon dytën. Prova dyta, eshta, do t'ju varim me kokë poshta. U hodh prap ky quni. Po e na e plaka e? Po gjunaf e 80 vjeqe. A gjunaf? Me dhe e gojën. Nana jote shë? Plaka jote shë? E me dhe gojën. Rap, dep, 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 dep. Okej. Prova e treta është dhe i bëjmë atë punën. E me një veshu atë punën që dhe të thotë. E u hodh këtë quni prapë. Aman e re, po dhe kjo plaka e? A 80 vjeqe. Kur hidhet plaka. O quno, shumë po fleti, more dhe shapjo. A, plaka jote e mune? Bër ti. Shë plaka jote? Hëllër i lafet. Tani, do t'ju themi të voglë, e dhe ta mbyll. U takun 2 me meca, ose gagaq, si që i thosh. Edhe i pari pyet të dyti. O të tha, si e ke emrin ti tha? Përgjigjet i dyti, Gani është emri im, tha. O, Gani e kam dhe unë, tha. Po, jo ka gjatë sa ty, tha. Ke pas ka gjatë shumë. Ju përshëndes. Besoj se ju dhash një kënaqësi sekondare. Miru pafshim.